Gjona pa lidhje. Banor! Grije zërin, bravo. Si që do tradita e Big Brother VIP, rikthehet dasma. Por, ndryshe nga herët e tjera, këtë vit dyshen që do të martohet, do të zgjedh publiku përmes një televotimi që do të hapet nesër. Kujdes, në këtë televotim nuk do të përfshiheni të gjithë, por vetëm ata që vendosin bashkarisht si dyshe, duke i vendosur emrat në vazon që gjendet në shtëpi. Vetëm dyshet që bien dakord për të shkruar emrat, do të bëhen pjesë e televotimit. Keni 60 minuta kohë për të vendosur me njëri tjetrin. Atëherë, mundem t'ju shpjegoj dhe dy gjëra, ju lutem? Atëherë, mund t'ju shpjegoj dhe dy gjëra tjera që më ka thënë vllai i madh? Robert, të lutem. Atëherë, dy gjëra të tjera që më ka shpjeguar vllai i madh. Nuk është problem nëse jeni në një raport, pra jeni të martuar apo jo, mund propozohen dhe emra që janë të martuar, nuk është asnjë lloj problem, por duhet pranuar. Pra, nga çifti që përzgjidhet, secili nga çiftet duhet të bjerë dakord me njëri tjetrin që do të realizojnë dasmën.